Ankandi për energji nga era që po e diskutojmë sot i shërben pikërisht këtij vizioni. Përmes këtij, Kosovës do t'i shtuan deri në 100 MW kapacitete të reja gjeneruese dhe ky proces vjen pas përmbylljes së suksesshme të një faze të mëhershme të kualifikimit, ku 3 ofertues të parakualifikuar tashmë janë ftuar të përgatisin ofertat e tyre teknike dhe financiare. Më lejoni t'ju uroj mirëseardhje sot përfaqësuesve të Aqua Energy nga Franca, Notus Energy nga Gjermania, së bashku me partnerin Stubla Energy nga Kosova, si dhe konsorciumin Gërësh nga Turqia. Me mbështetjen e AIFC-s dhe partnerëve të tjerë dhe në bashkëpunim të ngushtë me zërrin kostin e institucioneve të tjera, kemi punuar që dokumentacioni, marrëveshjet dhe i gjithë procesi të jenë transparente, por edhe të qëndrueshme për financim të drejta dhe në përputhje me praktikat më të mira ndërkombëtare. Kjo konferencë shënon një moment të rëndësishëm të rrugtimit të Kosovës drejt një sistemi elektroenergjetik të qëndrueshëm, më konkurrues dhe më të integruar me zhvillimet evropiane në sektorin e energjisë. Organizimi i ankondit për energji elektrike nga ERA përfaqëson një hap të rëndësishëm drejt transformimit të sektorit energjetik, rritjes së sigurisë së furnizimit dhe përmbushjes së objektivave kombëtare për një zhvillim të qëndrueshëm të sektorit energjetik. Është shumë e rëndësishme të theksohet sot që një pikë të rëndësishme lidhur me kyçjen në rrjet, kost vetë se ka rezervuar kapacitetet e nevojshme të kyçjes në rrjet për të gjithë ofertuesit pjesëmarrës këtë proces dhe këto kapacitete do të mbeten të rezervuara deri në përfundim procedurës së ofertimit. Kjo ka për qëllim që t'i ofrojë gjithë ofertuesve trajtim të barabartë dhe siguri të mjaftueshme gjatë përgatitjes së ofertave të tyre. Objektivi ynë është që procesi i kyçjes në rrjet të mos krijojë pasiguri të panevojshme apo disavantazh për asnjë pjesëmarrës të tenderit. Kost e një plotësisht rëndësinë strategjike këtij projekti, zhvillimi i kapaciteteve të reja gjeneruese nga ERA kontribon në tranzicionin energjetik, diversifikimin e miksit gjenerues si dhe në integrimin në mëtejmë të burimeve të rëpërtishme të energjisë në sistemin energjetik. Përpos tjerash, ky projekt ndihmon shumë edhe në adekuacinë e gjenerimit, duke shtuar kapacitete të reja vendore dhe duke forcuar sigurinë dhe besueshmërinë e furnizimit me energji elektrike.